këtu është që pse qeveria nuk, mendimin tim, nuk pranon propozimin e PD-s të grupit parlamentar për të shpallur fatkeqësinë natyrore. Edhe ai ligji i vitit 2019 mbi mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore, mbi mbrojtjen civile. Edhe vendimi i Këshillit të Ministrave 2021 pikërisht këto ngjarje parashikon për të mbrojtur qytetarët, për të mbrojtur pronën, për të mbrojtur bizneset dhe për t'i dëmshpërblyer. Këtu është enigma më e madhe, po si gjithmonë papërgjegjshmëria është minimumi në këtë qeveri. Papërgjegjshmëria është minimumi se këtu tani sido që të jetë edhe mos agravoft më keq gjendja, këtu janë dëmtuar prona, bujqësia, janë dëmtuar bizneset, familje, dhe këta po të shpallin blegtoria, po të shpallin gjendjen e fatkeqësisë natyrore, janë të detyruar në dëmshmëri dhe të ecin shpejt. Po këta ne kemi parë dëmshmëri nga raste para, në vitin kaluar, edhe në qytetin e Vlorës dhe këtu. Megjithatë, le të shpresojmë edhe të urojmë mos ta agravohet kë. Domethënë te ura aty nuk kalohet dot. Nuk kalohet. Po sa 8.5 sa ka vënë? 9 metra. Ka kaluar bie në kuqe. Vazhdim me që prurjet janë paksuar, që të ketë përmirësim.